Kryeministri serb Aleksandar Vučić u takua të mërkurën në shtëpinë e bardhë me këshilltaren e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara Susan Rice. I kënaqur nga bisedimet, siç po edhe vet, kreu ekzekutivit serb përcolli bindjen se mikpritësit e tij, përfaqësuesit e Washingtonit, janë të kënaqur me qëndrueshmërinë politike në mbar rajonin ku Serbia, siç këmbgul ai, ka gjithsesi ndikim. Kërkuam një mbështetje më të madhe amerikane në rrugën europiane të Serbisë, tha Vučić, i cituar nga Zëri i Amerikës. Mendoj se do ta kemi përkrahjen e tyre për hapjen e një kapitulli të ri sa më shpejt e jetë mundur. Biseduam për marrëdhëniet që ka Serbia në rajon, shprehur ai, për raportet që kemi me Prishtinën, me Shqipërinë, me Bosnjë-Hercegovinën. Një tjetër temë e prekur gjatë bisedimeve, siç pohon vet Vučić, ka qenë diversifikimi i burimeve të energjisë. Detyra ime si kryeministër është të siguroj gaz të mjaftueshëm për Serbinë për vitet 2019 dhe 2020 dhe këtë po bëj. Shpresoj se do të marrim shumë përkraje nga Amerika, jo vetëm për sa i përket rrugës tonë drejt BE-s, por edhe diversifikimit të mundshëm të burimeve të gazit për Serbinë dhe për vetë Ballkanin perëndimor, raportohet të ketë thënë shefi ekzekutivit serb. Beogradi këmbgul se vizita e Vučićit në Washington, duke përfshirë këto dhe diskutimet që kanë të bëjnë me gazin, do të forcojë marrëdhëniet me Amerikën pa e distancuar ndërkohë Beogradin prej Rusisë. Por a duhet të shqetësohet Moska, pyesin ekspertët. Analisti politik Al Gurnov mendon se linja e Serbisë për të ruajtur marrëdhënie të mira si me Rusinë ashtu dhe me BE-n tregon se ndërveprimin e tij, më tepër se sa etik, ky vend e shesi instrumental. Serbia po vazhdon traditën e përpjekjes për të qëndruar në mes të lindjes dhe perëndimit, thot ai, dhe po tenton të kapitalizojë çdo mundësi që i ofrohet, duke mos punuar kundër asnjërs palë, siç u pa qartë me refuzimin për t'u bashkuar sanksioneve perëndimore ndaj Rusisë e pas kësaj me mos pjesëmarrje në projektin e naftsjellësit rus në Europën Jugore.